shpesh jemi në një pikë pyetje. Cilat janë limitet të funksionimit shoqëror? Qofshin ato limite për faktikisht për çështje të ndryshme, ndërto a ka limite edhe vëmendja? A thehen të gjitha rregullat, të gjitha dhe normat morale sa i përket pikës kërkimit të vëmendjes? E këtë temë do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit e me mua në studio për të diskutuar në lidhje me këtë temë kam Naim Kryeziun, gazetar. Përshëndetje Naim. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu në lidhje të drejt për drejt kemi edhe psikologun Ron Kastrati. Përshëndetje Rone. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, përshëndetje për Naimin e dashur, një gazetar shumë i vullnetshëm, e përshëndes nga këtu. Gjithashtu përshëndes, faleminderit. Rone, meqense të kemi prapë në distancë, po e nisim diskutimin me ty, se pas teje, ka kërkimi vëmendjes, ka limite nëse po deri ku faktikisht janë të vendosura këto limite? Vëmendja është një proces që e filtron informacionin, e selekton atë dhe varësisht se ku përqendrohemi dhe në çfarë përqendrohemi, ku fokusohemi dhe ku më shumë i dhurojmë vëmendje një ngjarje apo një objekti të caktuar ose një situatë e cila ndoshta zgjon interesimin e shumë personave. Meqense ju thatë a ka limite apo jo, vëmendja ditë të jetë edhe e shpërqendruar, ditë të jetë edhe e koordinuar, ditë të jetë edhe selektive, por në ditët e sotme vëmendja po përdoret si një monedhë sociale për të rritur klikueshmërinë, like, shpërndarjet dhe i shkakton shoqërisë mendoj një inflacion që ne e quajmë inflacion i vëmendjes. Kur themi inflacion i vëmendjes, këtu kemi të bëjmë edhe me kufit e përgjithshëm që vëmendja mund t'i ketë. Tani ta keni të qartë një gjë. Nëse në një ceremoni varimi voroset një person i ndjerë, pra një person që familja ndjen dhe mshurie, pikëllohet e qanë, por në anën tjetër marrin vëmendje disa figura publike, aty vërdall dhe mirën telefonët, ngritën lart dhe bën fotografie, videoe, pamje, regjistrimin e pamjeve, çfarë do thotë kjo? Një vëmendje selektive mbi disa persona të caktuar, duke diskredituar dhe mos respektuar ambientin aty, ceremoninë që ndodhen dhe familjen e cila është e pikëlluar për rastin tragjik që mund t'i ketë ndodhur. Thënë shkurt pra, vëmendja kur bëhet selektive, atëherë mund të shkaktoj konfuzitet tek njerëzit e që mund ta humbasë edhe kontekstin, kuptimin e kontekstit të ngjarjes, pse jemi, për çfarë jemi dhe cili është qëllimi, pse kemi shkuar, ose për t'i ngushëlluar ose për të marrë vëmendje nga ata që janë në vëmendje ose për t'i dhuar vëmendje atyre që kanë vëmendje gjithë kohës, për ato që thash, pra monedhë sociale. E kjo po e bën shoqërinë tonë që t'i kaloj limitet e vëmendjes. Po, Naim, në këndvështrimin tënd dhe në bazë të punës si gazetare dhe duke pas parasysh që edhe mediat, po edhe rrjetet sociale faktikisht janë ndikuese sa i përket të dhënies së vëmendjes ndikujt edhe dikujt jo, po në anën tjetër, mendon që ne si shoqëri vuajmë për vëmendje? Ose a kemi parasysh situatat dhe rrethanat se ku duhet të kërkohet vëmendja dhe ku jo? Po, jo, ne si shoqëri realisht vuajmë për vëmendje, por edhe vëmendja duhet me i pas disa limite se në çfarë ambienti e tu i dhënë dikujt vëmendje apo e tu e marr vëmendjen për vete. Se që ishte edhe rasti tragjik i vëllau të Gjestit, jo vetëm si qytetarë që kanë qenë pjesë e varrimit, po edhe disa prej medjave atë shumë i kanë dhënë vëmendje këtij lajmi, sa që për mua është absurde, pasi edhe vetë jam gazetar, por edhe ne si gazetar duhet me i ditë një limit të caktuar. Normalisht që ti ke me raportu për një aksident që është me fatalitet, po ashtu ke raportu edhe është marrë vesh që është vëllau i Gjestit me aq përmbyllet ajo temë.
por mediat pastaj fillojnë për shembull. Mos ndalemi vetëm të rastet. Po në përgjithësi, po du më ndëli se ky ishte rasti i fundit edhe si fenomen, jo si rast konkret. Po, po du më thonë se ky ishte rasti më i freskët edhe gjithë një pjesë prej mediave, se jo të gjitha, aq shumë i kanë dhënë vëmendje sa që është bërë, por besoj që ne si shoqëri nuk kemi edhe shumë moral. Po them për këtë arsye sepse aty ishim një foto e cila qarkulloi gjatë ditës së djeshme, mbi 30 të rije, pleqe, çdo kush që ka qenë aty me telefona në dorë vetëm pse po e ngushëllon një ish banorin tjetër të Big Brotherit. Kjo është jashtëzakonisht përkeqardhje. Po në përgjithësi tek vëmendja, ne si popull vuajmë shumë për vëmendje. Pa jemi ne ata si shoqëri ironia, jemi ne si shoqëri që ndoshta krijojmë standarde të dyfishta sa i përket limiteve të funksionimit. Patjetër që po, ne krijojmë standarde të dyfishta dhe këto standarde po e bëjnë shoqërinë të jetë në sfidë të pandërprerë me dilema e pikpyetje pafund. Madje edhe me probleme, mendoj, identitare dhe sigurisht që dal nga dal kjo shoqëri po kapsulohet në një komercialitet apo në një kapitalizëm të ashpër, me idenë se në qoftë se ti kushtrim ke më shumë like si moderator, je i vlefshëm në shoqëri, i rëndësishëm në shoqëri dhe patjetër që do të jesh më i kërkuari nga bota e marketingut për t'ju ndihmuar atyre që të promovojnë produktet. Ngjashëm sikur shkencëtari që fitoi çmimin Nobel e keni parë në rrjetet sociale, i ka 350.000 ndjekës, ndërsa njëri aty që tund barkin poshtë e lartë i ka miliona ndjekës. Që do të thotë se monedha sociale për të kërkuar vëmendje është fiks ajo që çfarë thash, validitimi apo miratimi i vëmendjes. Nëse unë marr miratimin nga ti dhe konsumoj vëmendjen tënde, sepse ti më shikon teksa flas dhe unë flas një gjë interesante ose mund të them një eksperiment të çuditshëm, e interesante unë marr vëmendjen tënde, por vëmendjen të cilën ti po ma jep mua, unë po e tregoj një ngjarje cilësore, ndërsa sot nuk ka cilësi tek vëmendja, ka sasi. Pra, gjëra s'ku bën sasiore ose të habitshme ose mendoj misterioze, manipulative, qesharake, humoristike, më shumë humoristike. Madje kemi edhe raste kur promovojnë video të dhunshme dhe marrin klikueshmëri dhe vëmendje. Ndërkohë për ceremonitë e varrimit unë mendoj që duhet të ndalohen nga ky shembulli si ne përmendi gazetari, një herë mirë duhet të ndalohen rreptësisht përdorimi i telefonëve në ceremonitë e varrimit. Jo vetëm në figurat publike, aty ku organizohen, po edhe në shumë vende tjera, pa i diskriminuar dhe shtresa tjera shoqërore. Se çfarë bën kjo? Kjo është disrespekt për të vdekur, që tani ne ndjehemi të pikëlluar pse ai ka vdekur, dhe çfarë ka ndodhur me të, dhe në anën tjetër edhe për familjen dhe edhe për shoqërinë. Se të shikosh dikë teksa ti po voros, po fut në dhënë një të afërmit tënd dhe shikon të tjerë teksa bëjnë fota gjatë gjithë kohës, kjo është neveritse. Edhe pju them edhe një gjë, tani po bindem pse Cristiano Ronaldo, futbollisti i njohur, nuk kishte vendosur të mos shkonte në varrimin e bashkëlojtarit të tij Diego Jotës. Kjo ka qenë arsye, se po të shkonte Cristiano atje, çfarë do të ndodhte? Jeni dini, gjithë vëmendja do të selektoj tek Cristiano, jo tek Diego Jota që kishte ndruar jetën një aksident trafiku. Po në anën tjetër, kush i përcakton faktikisht limitet, qofshin në këtë rast edhe të vëmendjes dhe kush pastaj është, po quaj, kushtimisht gjyqtari për ata të cilët të shkelin këto limite? Po, fatkeqësisht për personat që janë individ që nuk kanë ndonjë të drejtë vetëm e kanë një telefon dhe bëjnë video apo foto, fatkeqësisht nuk është dikush që mundet me i mbikëqyr. Për shembull, sa i përket mediave apo portaleve, kemi edhe KMSHK-n e KPM-n që në bazë të shkeljeve etike mundet edhe me i gjobit. Po fatkeqësisht për qytetarët e rëndomt nuk ka ndonjë mekanizëm, janë gjykatat, por derisa cilësohet ajo si vepër penale apo çfarë do lloj vepre, shkon pak procesi të zgjatë. Ndërsa për media është pak më lehtë sepse kemi KPM-n edhe KMSHK-n e cila i cakton se ka bërë shkelje të etikës, po besoj që edhe pas reagimeve të tyre, disa prej mediave edhe njëherë nuk është që e kanë marrë për bazë, sidomos etikën, se gazetaria mbi gazetarinë është vetëm etika. Dhe ne si gazetar duhet të kemi një lloj etike që edhe vetë ne mundemi me e kriju, pavarësisht që është ajo. Por sa i përket rasteve të tjera për limite,
Po ndoshta pastaj jemi ne gazetarët që japim vëmendje. Po, realisht bëjmë faktikisht. Po a dim se japim vëmendje se në rast se ne publikojmë një video të një X personi, ajo normalisht e ka me bë bujë të madhe, si në share, si në like, si në komente, si në çdo gjë. Edhe normalisht në momentin që na dhez, neve po them tamon në këtë jargonin që dhez një video ti normalisht që tani kemi qatë video kemi do pjesë tjera, veç kemi andru së shambull 3-4 sekundat e para, vetëm sa me është çështje e përfitimit. Por realisht duhet me pasë ne pak ndjeshmëri shambull për një X rast, qofta i me fatalitet apo çfarë do lloj rasti, se momentin që e kem gjithë një profesion, sidomos edhe ne gazetarët, deshëm e s'deshëm, jemi figura publike, diçka me bu me ndodh, larë qoftë normalisht që kretë mediat e qytetarët besa kanë me omerë me neve se e kemi zgjedhur si profesion me qenë figurë publike. Po jo pse jam për shembull në këtë rast figurë publike, nuk e meritoj me bë qatë shumë shembull foto, video në një X rast, saqë me i rapi shponë se jam figurë publike edhe s'është esenca që ne dojmë, apo kupton? Që me qenë je figurë publike, tash gjithë populli e ka të drejtën çka do me bo me ty. Duhet me pas disa limite që edhe vetë populli me ditë me undal, me ditë shembull kur me bo qatë vëmendje, e me ditë edhe kur më ndalë me qatë vëmendje. Po, Roni, në aspektin emocional dhe si që faktikisht të zhvillimit të njeriut, sa është e nevojshme vëmendja, ose sa është faktor vëmendja në ndërtimin e një personi? Në stadë zhvillimore, aty kur ne flasim për fëmijët kërkojnë vëmendje dhe ne duhet, përveç se t'ju japim vëmendje, t'ju dhurojmë vëmendje, përqëndrohemi tek sjelljet e tyre dhe t'i dëgjojmë, t'i ofrojmë atashi me empati. Kjo ndihmon në zhvillimin normal të shëndetshëm të fëmijët, sepse fëmiu kur ndihet i vëmendshëm dhe konsumon nga empatia e prindit, ne ndjen atashimin, emocionet e freskëta prindrore, e ndihmon fëmiun që lehtësisht i kalojë stadet me një proces të shëndetshëm formimin e personalitetin e tij. Por në anën tjetër, për të rriturit, është shumë bukur pra, për të rriturit, kur një i rritur dramatizon situata, i bën ato alarmante pa qenë të tilla, si thot populli, e bën mizën boll, ose i rrit gjërat, i egzageron, atëherë sigurisht që ka tendenca histerike ose histrionike. Që do të thotë se atë që e ndjen shumë pak, e hiperbolizon, e zmadhon për të marrë vëmendjen e tjetrit, duke e shndruar situatën në dramaturgjike, në disa raste edhe tragjiko-komike, vetëm të marrë vëmendjen e tjetrit, personit të dytë apo të tretë në mesin e disa personave ose në mes të turmës. Kemi parë njerëz që në mes të turmës ndonse mund të jenë mirë me shëndet, nuk kanë ndonjë problematik të theksuar apo të rrezikshme, por çfarë bëjnë, mund bëjnë sjellje er pas here histerike, ngrisin zërin ose vishen me ngjyra të lloj-llojshme nuancash për të marrë vëmendjen e tjetrit. Kjo nuk mund konsiderohet patologjike, por që është një element shumë i rëndësishëm në shoqëri tek njerëzit dhe kjo në varësi të tipeve apo personalitetit që kanë. Prandaj, unë mendoj që duhet ta ekuilibrojmë, duhet ta balancojmë vëmendjen dhe rruga më e mirë për ta bërë këtë është për t'i lënë hapësirë tjetrit të flasë dhe të shprehet, e jo gjithmonë të jemi ne në qendër të vëmendjes për gjërat që na rrethojnë. Sepse tek e funit edhe figurat publike që mendoj kanë vëmendje, kanë like, kanë followersa, edhe ata ose ato mund ndjen të mërzitur në disa raste ose ndjen atë boshllëkun që kanë brenda për gjëra shumë të rëndësishme në jetë, edhe ata mund ta ndjejnë nevojën që në një moment të saktuar të kthehen në pikën zero, ose siç kanë qenë, ta themi kështu, të thjesht, pa like, pa followers, e ta ndjejnë atë kënaqësi brenda vetes. Por janë të njëjtit faktikisht. Thash, po diskutojnë vetëm si fenomen, pa ndalur tek raste konkrete, por derisa ndodhin në raste konkrete, pastaj edhe përsëritja e tyre krijon fenomenin dhe për ata edhe po diskutojmë në anën tjetër, por a janë faktikisht të njëjtit ata të cilët i krijojnë normat shoqërore, në këtë rast ndoshta u japin hapësirë njerëzve të tillë, edhe pastaj të njëjtit edhe gjykojnë. Po kjo Po kjo mundet është e vërtet se vetë ne si persona mundemi me e kriju qatë
lloj limiti ose çat vëmendje, se vetë shembull e kërkojmë atë vëmendje, po pastaj kur e shohim që është e tepërta, është duke shkuar drejt më shumë është duke bërë vëmendje për neve se sa për një X person tjetër, edhe pse nuk është ku me di çfarë lloj rasti. Po ne si shoqëri faktikisht ne duhet me qenë pak më të vëmendshëm, sidomos prej rasteve specifike, me pas pak dëmshmëri, po mbi të gjitha me pas respektin për X raste apo për X persone. Nëse është figurë publike, nuk do të thotë që vetëm i ka ndodhur një rast apo ku e di çka do të qoftë ajo, ne me i dhon atë shumë vëmendje. Edhe kjo besoj që dikur ka me qenë e tepërt, si person, siç e tha dhe Roni, mundohet me u kthyer në pikën zero, se ndoshta më mirë ka qenë ashtu pa vëmendje, pa like, pa followers, ose edhe pa fansat të tij, kështu që më mirë ka pas jetën rahat siç thot populli, që një telefon e ka pas, e ka kryer punën e vet, ka shku në shtëpi, nuk ka pas diçka ose ka kalu rrugës me ndal dikush me fotografu, apo me i kërku një like prej tij ose me ja kthy një follow ose diçka tjetër. Po Rone, theme morali në kuptimin e respektimit të limiteve shoqërore, në kuptimin e respektimit të limiteve personale të tjerëve, edhe të rasteve të cilat ndodhin. Në këtë pikë, morali është një rregull themi real, apo mund ta quaj ashtu kushtimisht vetëm dekar? Morali origjinën e ka në strukturat tona sociale, në konstruksionin tonë social, tek e ndaluara e cila është e ndaluar dhe të gjithë janë të konformuar dhe respektojnë të ndaluarën, dhe diçka që është e ndaluar sigurisht që kjo është për të mirën e shoqërisë, sepse forcon dignitetin dhe moralin tonë njerëzor. Në anën tjetër, morali bën pjesë edhe tek shumë struktura tjera sociale që e konsiderojnë moralin fuqi shpirtërore. Pra të jesh i moralshëm, i bie të jesh edhe i dinjitetshëm, edhe i kristalizuar, i pastër dhe që je në harmoni të plot me parimet jetësore. Por që, ju thatë, morali mund të jetë dekor. Ka raste ku morali jo vetëm dekor, por mund të jetë edhe i pudrosur. Shumë njerëz, ndoshta pa i disiplinuar, po jap opinionin tim, shumë njerëz e kanë të pudrosur këtë, kur them të pudrosur, mund ta përdorin moralin si mekanizëm mbrojtës. Pra, flasin shumë për moralin, i dhurojnë shumë feks diskutimi moralin, diskutojnë vazhdimisht për ngjarjet moralistike, e që për çudi në anën tjetër ndodhet se po luftojnë me ndonjë konflikt të brendshëm, të pavetëdijshëm në brendësinë e tyre, nga ato frika se në një moment të caktuar mund të shqisin tek e pamoralshmja, tek imoraliteti, tek ndonjë problem tjetër që lidhet me imoralitetin ose me të ndaluarën. Dhe kur kemi të bëjmë një ambivalencë të tillë me dy rrugë të tilla që janë parime të kundërta njëra me tjetrën, patjetër që e bëjmë personin të jetë i ekuilibruar ose në sfida të vazhdueshme për ta ruajtur dignitetin dhe moralin e tij. Pra, po ka dhe të tillë që përveç që kanë dekor, ju thash edhe të pudrosur, e maskojnë veten e tyre përballë të tjerëve, duke u promovuar si të moralshëm, por në anën tjetër sigurisht jo që mund të jetë të pamoralshëm, por që mund të jenë edhe të shqitur në disa eskalime tjera që kanë të bëjnë me jo moralin ose me diçka të ndaluar. Ne jemi që njerëzore gabojmë, dhe unë e kam thënë gjithmonë, të gabosh është njerëzore, të falesh është hynore, por të insistosh në gabim është djallëzore. Por ajo kushtim që duhet të them është shumë e rëndësishme. A i keni po disa qeveri që qeverisin vendin për të marrë vëmendjen kur nuk janë në gjendje të zgjidhin një problem të caktuar në një shtet, që është shumë thelbësor për shoqërinë dhe për qytetarët, çfarë bëjnë? Krijojnë një krizë diku në cep të shtetit, në ndonjë të caktuar dhe marrin vëmendjen e turmës e njerëzve. Pra ndodhi që vetë krijojnë kriza për të përballur me kriza, këto mund të jenë ndoshta kriza iluzive, e problemi thelbësor, molla e sherrit ose bardhama kryesore e problemit betet e pa trajtuar apo e pa menaxhuar. Edhe shikoni se sa i rëndësishëm luan rol vëmendja. Shikoni edhe politikanët tanë që janë tani në prag të zgjedhjeve. Gjatë gjithë kohës në vëmendje i vën theksin numrit që kanë të kandidatëve, numri i tyre. Kjo është shumë e rëndësishme, patjetër që po. Por pse vetëm numri? E ku është plan programi?
Se nuk javin tekst plan programi që të marrin vëmendjen e qytetarëve që do t'i votojnë, por vetëm numrin. Pra janë të interesuar vetëm t'i votojnë dhe asgjë tjetër, apo jemi të interesuar ta shtojmë këta programin e tyre, pastaj të kërkojmë edhe numrin e tyre, çfarë numri kanë, sepse janë lënë t'i votojnë. Po, a i kemi faktikisht figurat publike një të tilla që lejojnë vetë thyrin e normave shoqërore, vetëm që të përflitet për ta, vetëm që të marrin vëmendje, vetëm që të jenë faktikisht në diskutime sipër? Po, realisht ka individ që vetë kërkojnë vëmendje, sidomos pjesa showbizit, që vetë krijojnë ndonjë skenë që të gjithë mediat pastaj me fol për të. Edhe vazhdimisht, se do të vetëm se plasohet një lajm në rrjetet sociale, nuk i mjafton X personit, po ai vazhdimisht krijon skena sa që gjatë 24 orëve të gjitha mediat me fol vetëm për X personin. Po këto më shumë bëjnë pjesa showbizit, ndërkaq që pjesa tjetër siç është politike, kategori tjera, nuk e bëjnë këtë rast se vetëm ata vetë se e kanë, sidomos politikanët e kanë vëmendjen e tyre. Mjafton për shembull një status në lidhje me një X ngjarje, ata vetë ju të gjithë mediat, po ashtu edhe njerëzit hynë komentojnë tek profili i tij dhe bëhet lajm ai ashtu kështu, pasi që është figurë kyçe për shembull politike, saqë nuk mundesh me e injoruar. Për shembull pjesën e showbizit mundesh edhe me injoru, por po flasim për shembull mjafton një X storie me qit një person i showbizit, për shembull me një vojë ose diçka, edhe normalisht me herë media kanë me raportu që është në lidhje me dikën apo përfundoi lidhja, nuk i zgjati shumë, por më shumë për vëmendje vuan pjesa showbizit. Po faktikisht janë kategoria e shoqërisë e cila e kërkon vëmendjen në çdo formë, duke mos i përfshirë çdo gjë, sepse gjithmonë ka përjashtime. Sidoqoftë ne faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit juve, kënaqësi ime. Roni, faleminderit shumë që edhe sot na u bashkove.